marrë topografin, po kanë nevojë vetë unë i sqaroj unë, kur të duan, të më thënë se dhe këtu po desën, se i kam letrat me vete, i kam letrat originale me vete, dhe të them, ja ku kalon, kusht prona që duhet kaloj trasej e rrugës që ata zotërinjt kanë kërkuar të bëhet, dhe që ka marrë 300 milion lek tërmet peqi, ja ku është dhe prona e këtyre, që ne nga këtu shkon këtu. Mari, ju kishë shpjeguar madje për 1 minutë, tek video që pash, e kishë shpjeguar brenda 1 minutë, 60 sekondash, të gjithë procesin atje. Pra, ku do kalonte, ku po kalonte dhe pretendike. Po dhe numrin e pronave, 401 fraksion 22 është vendi ku do kaloj, është dhënë leja për të bërë rrugën, 401 fraksion 3 është prona e këtyre, personalja me dokument pronësie me të tëra, me gen plan me të tëra. Pra ndaj them është grabitje, dhe grabit, kush grabit? Grabit pushtuesi. Dhe pushtuesi përballet me armë. Ndaj të mos vemi deri atje, po i them, ta dëgjoj Sokol Bizga dhe të gjithë policia e shtetit. Vini dorë, largoni grabitësit nga zyrat e shtetit. A e ka nis me dorë të fortë brenda policisë avokat, por nëse do ketë ndoshta pak më Dëgjoj zotëri, Sokol Bizga ka akoma plumbin në trup nga bandat e Vlorës. Sokol Bizga u plagosën në 96-ën, në qaf 6, në 97-ën. Sokol Bizga është oficer policisë shtetit dhe nuk i ka dalë emri për asnjë centez nuk i ka dalë emri për korrupsion. Berisha ka pas akuzat forta thot për tradhti, se ç'thot andaj. Me një koleg. Berisha dëgjoj. Berisha është si kurva që i thot kurvë si e ti më kurvë se unë. More vesh. Ato të lërë Berisha, të këtë kujdes Berisha. Berisha ka inat se Sokol Bizga e ka vën prerë parë prangat kur ishte kryeministri Ilir Meta. Aty është inati Berisës, se ju uli hundën. Se e ka arrestuar? Po patjetër. Por po ju them, ta gjën gjithë qytetarë shqiptarë. Kam besim absolut se e njoh Sokolin, e njoh mirë. E njoh mirë fare bile. Pra, Sokoli nuk të bën për vëlla në qoftë se ke shkelur ligjin. Dhe po e krahasoj me një personazh të një romani që e njeh gjithë bota. Te romani të Mjerët i Viktor Hugo është një polic i patundur, i palëkundur në zbatimin e ligjit. Zhaveri. Sokol Bizga është zhaver në zbatim të ligjit, zotëri. Nuk i afrohet dot kurkush dhe të thonë t'inen për pjetë sa të duan. Unë, ajo që desha të theksoj, është që të vërë dorë në policinë e Gjirokastrit dhe Tepelenës. Pra ju thoni që ati duhet një mandat i plot, një 4 vite në policinë e shtetit, për ta rikthyer në shina. Në duan të vënë rregull në polici, duhet lënë Sokolin atë të pastroj policinë nga gjithë të emëruarit që marrën rroga kotë dhe që mbështesin krimin e organizuar. Vetëm Sokoli mund ta bëjë atë. Asnjë tjetër. Nga drejtuesi i policisë, avokat, ju besoni te ky konkursi një herë për ta mbyllur me këtë çështje, te konkursi për drejtorin e ri? Nuk njoh asnjë nga ata. Këtë që e njoh për këtë fola. Jo, flas te procesi, te integriteti i procesit, jo kandidaturat. Po lemoj se i dim proceset se si janë, po kandidaturat ka vënë kandidaturën ai Gledis Nano? Jo, ai akoma është në proces të fitoj gjyqin, s'ka mbyll ato para. E ka fituar gjyqin ai dhe s'po japin parat. Po nuk është ai në proces, harroje policinë se mund të bëhet. Avokat, po ministrat si u duken perspektiva e tyre? Sepse sa e nisën punën, nuk mund t'i paragjykojmë. Jo. Kësa i thonë që fillosh të arnosh pantallonat që kemi 100 arne. Nuk bëhet më kjo qeveri, harrojeni, nuk arnohet më. Sepse nuk po ikën themeli, nuk po ikën koka e korrupsionit që është vetë Edi Rama. Po nuk i ai, nuk ke qeveri në Shqipëri. Ke një pushtet të tillë që vjen aty dhe thot, ikti mos ri këtu në këtë lagje se nuk dua unë të rri. Mos maj makinë ti se nuk dua unë të të shoh me makinë. Ose dyshë do paguash do paguash parat, haracin. Dhe ne paguajmë harac sa e ti do qefi ndonjë deputeti këtu. Avokat, fakti që Rama dha urdhër pak ditë më parë në mbledhjen e kryesisë që
të dilen terren, bazë, të flitet me popullin. Pse ky mobilizim është ndezje e fushatës për zgjedhjet e vitit tjetër, apo mund të kemi edhe një lëvizje të parakohshme? Edi Rama, nëse do që të marrë vesh dhe nëse do që të mësoj të vërtetën, por që nuk do as me fjalë fare Italët, po të donte të mësonte të vërtetën, do vinte këtu, do kontaktonte me neve, do dërgonte njerëzit. Dhe do thoshte pas shkoni atje se ky qytetari që flet kështu ka një hall. Do ketë një problem. Nuk është çmendur që të dalë të bërtas skoti. Por nuk e bën këtë. Ai dërgon ata që i bëjnë qefin, edhe vjen atje dhe i thonë mos ki merak se çdo gjë është në rregull, dhe nga ana tjetër që policive të rreth qytetarin në Tepelen i kap grose botës dorën, e pas para 3 ditësh gjatë Tepelen e kishte dorën daulle, të ëngjur. Po rrihen gratë, preken gratë në Shkodër, e kuptosin që polici ka hyrë, se që njerëz kanë hyrë në polici, kanë hyrë patrolazhistët më të egër, militantët më të egër të Partisë Socialiste. Ata që hyrë në 21 janar me shkopinj dhe me gur, me drurë dhe me gur dhe qëlloni policinë. Ata janë në polici. Edhe një ndëshkim, ish drejtori e mori avokat se nuk u hodh molotovit e Vila Enverit, direkt u shkarkua. S'mori masa, ishin turistët në brënda, hajde. Shiko, ajo ndërshkuar se u godit Vila Enverit, jo se kishte drejtuar policinë keq, jo. Po se që ishin turistët në brënda, Thomas. Po çfarë ndodhi, se ajo është thjesht simbolike, ai dënim. Për t'i thënë që këtu s'prekemi neve dhe Vilajon, pastaj lese është temë shumë e gjërë. Do hymë pastaj do shikojmë që këtu gjithçka është komuniste. Pik. Ne jemi në diktaturë, në një diktaturë të egër. Përveç Spakut. Po ja e vetëm shpresë. Spaku dhe BKH-ja e janë vetëm shpresë. Po se këto e vjen në Vlorë dhe nuk vjen në Surrel. Këtë s'po kuptojmë me Spakun, çfarë ka. Po përveç kryetarit ju me strukturën keni besim, apo edhe për kryetarin keni filluar ndryshoni mendim të Spaku? E kam thënë me koha ishte komunist. Por duhet të ketë marrë urdhër të prerë nga ata që e paguajnë. Dhe kanë thënë tani zgjidhe merr. Nuk kështu do bëja po t'isha në motatyri. Dhe do shajtë këtu t'i zotëri, paguajmë neve, do bësh detyrën tja, po do shkosh brenda, si e ke halli. Edhe ju ashtu do bënit, por këdo zgjidhnit. Këdo zgjidhin? Jo, këdo zgjidhnit ju po t'ishit, sepse më thatë edhe unë po t'isha ashtu do bëja, po për zgjedh këdo zgjidhnit. Ka sa të duash njerëz të shkëlqyer dhe burra të shkëlqyer që po ta bëjnë. Jo, janë tek oferta zgjidh dhe merr. Ka sa të duash thash burra të ndershëm që mund ta bëjnë atë detyrë. Por nuk e afron njerin në pushtet. Avokat, kam një çështje të fundit për diskutuar, e cila ndoshta është edhe më e rëndësishme. Pak ditë më parë në media qarkulloi një lajm për një email që i kishte ardhur kryeministrit nga dhoma amerikane e tregtisë në Tiranë, e cila i thoshte që duhet që ta anulosh tenderin për Porto Romanum, portin e ri Durrës, sepse është shumë i vogël edhe nuk i përshtatet kapaciteteve, kërkesës, pritshmërive për korridorin e 8. Edhe me këtë port, me këtë projekt që keni, që është shumë i vogël sipas atyre, i bie që vazhdon të jetë vend parë edhe gjitha madhra, tregtinë e tjera të vazhdoj që të jetë në Greqi, në Pire dhe në Selanik. Edhe porti i Durrësit është shumë i vogël edhe det jashtë loje. Sipas tyre, ky është një projekt që bëhet një herë 100 vite, edhe nxjerr jashtë loje pozicionin gjeostrategjik të Shqipërisë në Ballkan, që mund të bëhet një port hyrëse, duke e kthyer një gjë të vogël aty. Sipas atyre, tani ju si mendoni, do ta dëgjoj kryeministri për ta anuluar tenderin? Madje ata thonin që edhe me zgjerimin e portit, me firma që mund të ishin amerikane, holandeze, turke, italiane, edhe ata do të kontribonin. Pra, do të kontribonin për projektin, për investimin, që Shqipëria të kthehej në një port hyrëse kryesore. Zotëri, këtu do ndalemi një çik, do ulemi këmbë kryq bashkë. Po, prandaj lash për në fund, po. Shqipërinë e drejton një kryeministër që nuk është shqiptar, është hebre. S'ka asgjë shqiptare.
Asnjë gjak as të komshi, jo, nuk është shqiptar. Një, e dyta. Është një zbatues i përpikt i kërkesave dhe interesave të shtetit grek në Shqipëri. E treta, nëse duan të bëjnë Shqipërinë dhe që Shqipëria me të vërtet të ketë një port për hyrje dalje në Evropë, është i shkëlqyer porti i Vlorës që ka thellësinë e duhur dhe pozicionin e duhur. U bë dhe rruga transballkanike që quhet në Vlorë, po e keni parë, po keni shkuar, me atë qëllim është bërë, po këtu është sabotuar koridori 8, këtu është sabotuar porti, këtu është sabotuar gjithçka. Dhe kush e dha, se do shkojmë te origjina, kush e dha atë tenderin për portin e Porto Romanon, e dha lëngu, vëngu, drëngu, bëngu, ç'kjai që drejtori i portit Durrësit. Pra një grek, me shtetësi dhe komsi greke. Ose ky tjetri që se janë një 3-4 që grek që janë me komsi, me shtetësi greke që bëjnë ligjin në Shqipëri. Pra është sabotuar me qëllim, duan me çdo kusht që Shqipëria të mos bëhet. Jo të bëhet, të mos bëhet. Po e godasin në pikat më nevralgjike që mund ta godasin. Dhe praktikisht ne jemi të paralizuar si shtet, dhe si kombë dhe si ekonomi. Ne presim që do na vi ndonjë euro nga jashtë ose ndonjë dollar nga jashtë. Pra, në ka politikan me cipe dhe me fytyrë në parlamentin shqiptar, duhet të ngrihen dhe ta zënë përfytja të kryeministit kur vetë atje. Dhe të thonë, këtë radhton Timur Shqerbilqeni. Qa keti, pronë e keti Shqipërinë dabësh kur do ti edhe të zbatosh interesat greke? Pra i thoni që është dore Greqisë këtu avokat që ka ndikuar. Absolutisht po, 100%. Garantoj për këtë. Po dëgjoj avokat, tek emaili, po sipas medjave, aty dhoma amerikane tregtisë nuk thoshte që shiko, ne mendojmë se kështu ose sa ashtu. Ore duhet ta bëni kështu, duhet të rhiqeni. Tani do t'i dëgjoj kryeministri, mendoni ju? Pra ishin si në formë urdhëruese ajo. Kryeministri njerë nuk i dëgjon ata, nuk do t'i dëgjoj, nuk do t'i dëgjoj, por kryeministri ka që na shpjegoj në shqiptarve çfarë ka thënë Linda Balluku, Linda Rama, Linda me 5.000 emra, çfarë ka thënë në Amerikë në pyetje që ka marrë Ministria e Drejtësisë amerikane. Se ka atje gruan. Atje ajo është marrë 6 orë në pyetje. Çfarë ka thënë? Përse është pyetur, çfarë një ka dhënë, çfarë probleme ka, sepse ajo është, ka banka e ka pronat të mëdha shumë ajo. Pra këta kanë grabitur gjithçka që është pasuri kombëtare dhe pjesën tjetër pasaj dhe të ta bëjnë në interes të grekëve, qoftë portet, qoftë rrugët. Po, avokat, tani pak ditë më parë Spaku pat një kontroll andej, mori ca dokumenta, ca dosje për këtë tenderin e Porto Romanos. Ndoshta edhe si presion, para emailit. Ta çoj deri në fund, nuk e dim çka bër, se ata as që bëhet fjalë që mund të na japin informacion neve për punën e tyre. Jo, them, dhe ne nuk si dore zgjatur presioni nga Shtetet Bashkuara nëpërmjet instrumentit Spaku, që nëse dëgjoni me të mirë. Jo, nuk është presion, s'ka pse të jetë presion, është ditën për diell, fare e qartë, fare transparente. Lotërit zbatojnë ligjin dhe të shikojnë interesin kombëtar shqiptar, se amerikanë nuk janë budallet mos e shikojnë që po sabotohet gjithçka në Shqipëri në interes të huajve. Ata e thonin shqip fare në email avokat që tani, nëse jeni në këtë rrugë, përfiton Greqia, ja linja e saj. Nëse nuk ndryshoni, po ndryshuat, bëhet Shqipëria port hyrëse për Ballkanin perëndimor. Që thoshte emaili apo që e them dhe unë? Jo, po këtë thoshte emaili që po e thoni dhe ju pra. Ja, në rregull. Unë se di se kam lexuar emailin, po është saktësisht kështu. Pra më shumë për na mbrojnë amerikanët në raport me fqinjet. Po se ky ne praktikisht Amerika po na mbron akoma se do të kishin llabruar me kokta. Për ne rroft Amerika është zotëri se ne do ishim zhdukur nga faqja e dhëut si shtet.
Pra, ky i shërben interesave greke 100% kjo është e vërtet. Dhe të dalë që më thot mua, e poshtë burr, të dalë në debat me mua në studio ku doj, të klani të topi ku të këtë qenë. Avokat, kam edhe diçka të fundit, sepse ndërkohë që ju po flisit, po ju dëgjoj